fola në kuvend. Thash gjithashtu që ndërkohë që protestuesit janë aty në mbrojtje të pronës së tyre, policia bën sejër dhe policia private, që janë bandit të veshur me kapuç, janë me kapuç dhe me shkopa gome, rajnë protestuesit, nuk fyeva njeri, nuk shava njeri, nuk shtyva njeri, nuk ofendova njeri. Fola thjesht për këtë çështje. Por parlamenti është kthyer në mbrojtje të korruptuarve. Në vend që të jetë me qytetarët, është me ata që vjedhin pronat e qytetarëve. Gjeni një moment kur është cënuar parlamentarizmi, kur është përdorur fjalë fyerje, po përkundrazi, pas javës së gjelbër na lini vetëm 2 minuta për të folur, dhe ndonse i kërkova nën kryetares të japi 2 minutat e mia, sërish nuk ja dha. Edhe në këto kushte sigurisht ai do kërkonte respektin e fjalës. Gjeni një moment që fyu, gjeni një moment që shkeli rregulloren, por sërish përdorni lloj-lloj komisionesh etike në parlament për të bërë prokurori politike. Ku e keni parë ju të përjashtoni kryetarin e një partie që ka marrë 50.000 vota?